Nuk e di nëse do të kemi një nga kolegët tanë për të na raportuar, shoh që sapo ka mbërritur lideri i opozitës, i cili është në thonjza në uniformën e tij të fushatës me kapelen me numrin 1, që po i drejtohet ambienteve të SPAK-ut për të plotësuar detyrimin e tij ligjor të detyrimit të paraqitjes. Në këto çaste me siguri do të jetë një tjetër ditë interesante ku do të ketë deklarata të forta të liderit të opozitës zotit Berisha në dalje të SPAK. Dhe do të kemi për raportim një nga kolegët tanë, nëse zgaboj Klajdi Bolli ose Ermal Rizajt, japim pak kohë atyre. Shoh që po e ndjekin të dy në fakt, nëse s'më gabojnë syt, ju e kaloi rrethimin zoti Berisha. Sigurisht është e hënë e për 2 javëshme, miq të dashur, dhe është pjesë e domosdoshmërisë që i ka caktuar çështja dhe drejtësia liderit të opozitës. Një çështje e çuditshme. Megjithatë, pasi të mbaroj këtë paraqitje zoti Berisha, do të vazhdoj turin e tij elektoral. Nuk e dim se si do të sillen eksponentët e SPAK ndaj detyrimeve, sidoqoftë ai ka një agjendë të ngjeshur, di që takimi i radhës më njëherë do të jetë në Fusharës, kështu që e pret një goxha udhtim. Por më pas nga Fusharësi do të ketë një kalim në Kukës për zotin Berisha. Sigurisht një agjendë e ngjeshur ashtu siç janë përgjithsisht ditët e fushatës, shohim edhe një numër mbështetësish dhe eksponentësh të Partisë Demokratike të mbledhur pranë SPAK, një traditë kjo tani më, edhe pse pjesa më interesante pashmangshmërisht është deklarata e zotit Berisha në dalje të SPAK, dhe zakonisht ka një ekspozim të disa dosjeve për cilat SPAK nuk ka vepruar, përgjithsisht përgjime të tmerrshme dhe skandaloze të Tauland Ballës në komunikim me eksponent të krimit të organizuar. Si për çështje votash, ashtu edhe për çështje të tjera akoma më të palishme, akoma më të frikshme. Megjithatë, nuk e di nëse do e kem për raportim Klajdi Bollin në këto çaste. Klajdi, nuk e di nëse më dëgjon? Po Flavia, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thuaj atëre, një vizitë rutinë apo pritet diçka tjetër në dalje? Jo, zoti Berisha ka mbritur ka pak minuta këtu në prokurorinë e posaçme për të paraqitur për masën detyrim paraqitje. Duke qenë se dyert e shkuara për shkak të agjendës së tij jashtë vendit, zoti Berisha nuk ka ardhur në prokurorinë e posaçme, megjithëse sot është një ditë pushimi, pikërisht një oficer i gatshëm i Byros Kombëtare të Hetimit do të pres zotin Berisha për të firmosur dhe për të kryer procedurën e masës së detyrimit paraqitje. Ai ka qenë i shoqëruar nga avokati i tij Zonci Genzio Kutaj, dhe pas përfundimit të procedurës formale në prokurorinë e posaçme, zoti Berisha do të largohet për të vijuar agjendën e tij me takimet elektorale që ka parashikuar ditën e sotme. Është parashikuar që të ketë takime elektorale në Fusharës dhe në Puk, dhe më pas në Kukës, ku do të prezantoj kandidatet për deputet të Partisë Demokratike dhe të koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Pas daljes nga prokuroria posaçme, zoti Berisha pritet mbajë dhe një fjalë për media, një fjalë e cila është shtyrë në rutinë. Sa herë që ai vjen në prokurorinë e posaçme, zoti Berisha mban një fjalë ku paktën në rastet e mëparshme ka denoncuar le themi afera të ndryshme korruptive, të cilat sipas tij nuk janë hetuar nga prokuroria e posaçme. Zoti Berisha ka folur me emra konkret për eksponent të mazhorancës socialiste, të cilët sipas tij i kanë dosjet dhe përgjimet në prokurorinë e posaçme. Ai ka shprehur dhe ka folur në disa raste dhe ka lexuar përgjimet të cilat janë zbardhur nga aplikacioni SkyECC, sipas të cilave në to përfshihen zyrtar të lartë të Partisë Socialiste të lidhur me krimin, por dhe që kanë kryer krime elektorale. Megjithatë, pritet shohim se cila do të jetë fjala e zotit Berisha ditën e sotme pas daljes nga prokuroria e posaçme, ndërkohë këtu jashtë ambienteve të prokurorisë së posaçme të GKK-s janë mbledhur mbështetës të zotit Berisha, të cilët vinë thuajse në çdo herë që zoti Berisha paraqitet në prokurorinë e posaçme. Ato e kanë pritur zotin Berisha të paktën që prej orës 8:30 minuta, dhe në mbështetje të tij dhe me Bro Rima kanë shoqëruar zotin Berisha teksa ka hyrë në prokurorinë e posaçme për të kryer formalitetin dhe për të firmosur atë çfarë gjykata e posaçme ka caktuar masën detyrim paraqitje çdo të hënë të këtij të çdo fillim muaji, por siç e thash, për shkak të agjendës së tij të ngjeshur në 2 herët e fundit, zoti Berisha nuk është paraqitur në prokurorinë e posaçme, e ka lajmëruar prokurorinë e posaçme dhe ato i kanë dhënë lejen për të kryer agjendën e tij jashtë vendit, dhe tashmë sot, megjithëse është
e hënë, një ditë pushimi, ai është paraqitur për të kryer këtë procedurë dhe pastaj pritet mbaj dhe një fjalë paktën për mediat, por dhe për mbështetësit e tij që janë mbledhur këtu në prokurorinë e posaçme. Megjithatë, Klajdi, ditë Pashkësh, festë zyrtare, kulmi i fushatës elektorale, e dim që ka dhe një, le të themi, si tash e them ashtu dhe publik, që SPAK nuk do të ketë veprime ligjore ndaj eksponentëve të mazhorancës, sepse për të mos ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve, por ndërkohë nuk e shohim këtë lloj tolerance ndaj liderit opozitës. Siç e thash Flavio, me sa zoti Berisha dy herët e kaluara për shkak të agjendës së tij ka çuar një kërkesë zyrtare prokurorisë së posaçme mbi arsyet sepse ka të pamundur të paraqitet, dhe sot me sa kuptoi ka zgjedhur vetë pikërisht në këtë ditë pushimi, në këtë ditë Pashkës, për të paraqitur në prokurorinë e posaçme për të kryer këtë procedurë formale e cila zgjat pak minuta për të mbajtur një fjalë jashtë ambienteve të prokurorisë së posaçme ku janë dhe mbështetësit e tij, dhe më pas për të vijuar fushatën e tij elektorale në Fusharës dhe një Puk, ndoshta në Puk dhe në Kukës, për të dhënë ndoshta dhe një mesazh që megjithse paraqitja në prokurorinë e posaçme ndodh në një ditë të hënë, një ditë pushimi, siç e thatë ju, kjo nuk e ndal kryetarin e Partisë Demokratike për të vijuar fushatën e tij për zgjedhjet e 11 majit, ku menjëherë, siç e thash, pas përfundimit të procedurës këtu dhe pas fjalës që do të mbajë jashtë ambienteve të SPAK, zoti Berisha do të niset direkt për në Puk dhe Fusharës, dhe më pas në orën 18 është në Kukës, ku vijon takimet e tij elektorale. Patjetër mund të ketë dhe ndalesa të tjera, të cilat nuk janë të parashikuara, mund dalin jashtë agjendës. Megjithatë, ai sot ka zgjedhur që në këtë të hënë të nis, le të themi, ditën e tij për të paraqitur, për të kryer procedurën formale, siç e parashikon dhe ligji në prokurorinë e posaçme, dhe më pas për të vijuar takimet e tij. Duhet theksuar që, le të themi, çështja e zotit Berisha ka prej disa javësh në gjykatë, ku pritet me një vendim. Avokati i tij, mbrojtës zoti Genxho Kutaj, por dhe vetë zoti Berisha kanë kërkuar pushimin e kësaj çështje dhe pafajësi, ndërkohë që prokuroria e posaçme kërkon që çështja të kalojë për gjykim. Megjithatë, për shkak të mungesës së avokatëve, ajo është shtyr disa herë dhe pritet që të ketë një vendim nga gjykata e posaçme në lidhje me çështjen e tij, por si të thash, që nuk e ka ndalur zoti Berisha që të vijojë fushatën e tij, por dhe të vijë ditën e sotme për të paraqitur për masën e sigurisë detyrim paraqitje, megjithse është një ditë e hënë, një ditë pushimi, dhe oficerët e policisë gjyqësore kanë dalë paktën i gatshëm, ka dalë ditën e sotme në punë për të marrë procedurat dhe për të firmosur masën dhe detyrimin e zotit Berisha, dhe më pas ai për të vijuar agjendën e tij siç e ka planifikuar, një agjendë përcaktuar e qartë, ndërkohë që çështja pritet që ketë një vendim nga gjykata e posaçme nëse do të kalojë për gjykim apo jo. E qartë, Klajdi, sidoqoftë, siç më the edhe ti më herë, do të ketë një agjendë të ngjeshur ditën e sotme, por nuk mund të shmangej detyrimi ligjor për të paraqitur edhe pranë prokurorisë së posaçme. Edhe pse është ende e paqartë për një pjesë të madhe të publikut, pasi jemi sqaruar sigurisht me çështjen dhe me rastin Berisha, ku e bazon prokuroria ligjërisht këmbguljen e saj për ta çuar këtë çështje për gjykim? A ka ndonjë gjë që nuk e dim sa i takon provave dhe veprimeve të zotit Berisha si kryeministër apo president? Paktën prokuroria e posaçme këmbgul në ato që paktën prej më shumë se një viti në lidhje me çështjen e zotit Berisha për ta çuar në gjykatë, sipas saj ajo ka provat e mjaftueshme për akuzat për cilat pretendon për zotin Berisha për shpërdorim detyre, ndërkohë që zoti Berisha shpreh dhe pretendon dhe avokatët e tij se nuk ka kryer asnjë vepër penale dhe se nuk ka asnjë provë ndaj tij. Zoti Berisha po del, sapo doli nga prokuroria e posaçme dhe besoj tashmë do të mbajë edhe një fjalë në mikrofonin aty stacionuar, dhe zoti Berisha ka disa letra në dorë ku ndoshta mund të lexojë përgjimet e radhës nga Sky CC, siç ka ndodhur edhe në raste tjera. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, hedha këtu
pa përtes çdo 2 javë, sepse ardha ime shërben si dëshmi e përbotshme e keq përdorimit politik të drejtësisë nga narkotrafikanti Edi Rama për të luftuar kundërshtarët politik. Hetimi shterrues 4 vjeçar, si që ka quajtur Skapi, dhe vetingu 32 vjeçar familjar i Sali Berishës ka provu asaj dhe familjarët e tij nuk kanë përfituar kur asnjë favor dhe se kursimet e tyre janë në përputhje me ligjit e vendit, përbëjnë gjithsej në 54 vite 100.000 euro dhe 40 metër katror një apartament më të madh se ai që kishte në diktaturë. Çështja e Spakut kund dhe keq përdorimit të tij është pjesë e strategjisë e Edi Ramës për të goditur opozitën shqiptare. Është projekti i tij makabër për të marrë një mandat të 4. Çështja nisi me denoncimin politik pas një fakt të eksponentit politik të bandave të Elbasanit, Shkodrës dhe Fushkrujës, Taulant Ballës, dhe është mbajtur dhe mbahet në këmbë kryefut për qëllime politike. Çështja kundër meje është dëshmi e standardit të dyfishk, të Skapit të partisë që sulmon opozitën pa asnjë fakt, ndërkohë që mbulon një mal të tërë me fakte për vjedhje dhe korupsionin qeveritar. Në këtë rast, ftoj çdo qytetar shqiptar të pyesë Skapin e partisë. Pse Taulant Balla është i lirë dhe bën fushat kur ata flen mbi dosjet e krimeve të tij, kur ata disponojnë të gjithë dokumentat se ai është antar kryesor i grupit kriminal Toyota Yaris, i grupit kriminal të Suel Çels, i grupit kriminal të Bajrëve. Ftoj qytetar të pyesin Spakun, ku kanë shkuar 130 milion euro të djegësit të Tiranës? Të pyesin Spakun, pse nuk heton Belinda Ballukun dhe Edi Ramën që kanë paguar 130 milion euro pa dhënë asnjë tull? Pse nuk është marrë në hetim ose në ndjekje asnjëri nga njësia e mbikëqyrjes që kishte detyrë të raportonte çdo muaj për ecurinë e punimeve të djegësit që nuk ekziston? Të gjitha këto kanë një përgjigje. Parat i mori Edi Rama kryesisht dhe pastaj i ndau me të tjerë. Të pyetet Skapi, ku kanë shkuar 80 milion euro për anijet fantazm, tigrat e famshëm të Belindës? Pse Spaku nuk heton Edi Ramën dhe Ballukun për këto para të vjedhura? Ku kanë shkuar 120 milion euro të check-upit dhe analizat nuk bëhen? Pse nuk hetohet Edi Rama për këto para që i ka dhënë financuesës së tij Vilma Nushi? Kush mori 60 milion euro të korrupsionit tunelit Llogaras, i ndanë së bashku me Lubin, apo i mori Rama kryesisht? Pse Spaku nuk heton për këto para të vjedhura? Pse Spaku nuk heton për abuzimin në detyrë për 110 milion euro që mori Beketi për shkak të mbylljes Edi Ramës nga Edi Rama të Agon Channel? Po mbi 105 milion euro humbje të Air Albanias, ku kanë shkuar? Pse nuk hetojnë Edi Ramën që paguan nga parat tona të gjithë atë luks
dhe qefe personale. Të dashur qytetarë dhe qytetare, vetëm këto skandale që përmenda kapin shumën 630 milion euro të grabitura nga Edi Rama dhe kompani. Nuk janë llogaritur këtu 33 milion euro që kushton toka e vjedhur prej tij në Gjipe prej 224.000 metër katror. Nuk janë llogaritur këtu 38.000 metër katror që i dha të vllai duke u marrë pronarve në terrapi Treshit. Nuk janë llogaritur këtu sarajet e Surrelit me themele 2 herë në të gjata se themelet e vilës diktatorit Hoxha, as dhe parku 8.300 metër katror. Këto pyetje presin përgjigje me datën 11 maj nga mbar qytetarët shqiptarë. Presin, do marrin përgjigjen më të shkëlqyer nga qytetarët 11 maj me votën e tyre të lirë. Por aty Dumanit të Rams i lash një shënim. Mbyllja e aferës me Gonigal nga Altin Dumani përbën një krim ndërkombëtar. Krim ndërkombëtar. Dhe garantoj Edi Ramën se asgjë në botë nuk do mund ta shpëtoj nga kjo aferë e tmerrshme me të cilën ai korruptoi njeriun kryesor që sipas gjykatësit amerikan kishte detyrë të mbronte qytetarët amerikan nga korrupsioni, por u korruptua vetë duke marrë parat e Edi Ramës. Dhe për gjenit shqiptarëve, tani me Gonigal, çdo ditë në qeli, i çon nga qelia mesazhe e Edi Ramës. Unë vërtet i mora parat, thot ai, por ato mi dhe ti, parat mi dhe ti me cilat me kompromentove. Kështu që pritet vote e shqiptarëve me 11 maj që Edi Rama shkojte me Gonigali nofsa javën e parë. Tani sot se jam në fushat ndaj dhe do a kemi pak më të kufizuar. Po. Herët të kaluara jemi mësuar që me paraqitjen tuaj këtu dhe keni bërë denoncime duke ju referuar bisedave në Sky CC. Pse nuk ndodhin sot dhe a nuk keni më materiale tjetër? Jo, materiale komplot, po sot ndodhi ajo që ndodhi, si të dini ju, çështja e incineratorëve shkoi për 5 para në gjykat, një gjë të turpshme, një nga aktet më të turpshme në histori, kur humbja e 130 milion eurove u kualifikua një vepër për sigur të kishin humbur 10.000 euro, apo sigur të kishin vjedh një kotet skulash, si të tha një kolege juaja, ku është nuk është sot. Zoti Berisha, gjatë kohës që ju po flisit këtu nuk e dihet të gjuhat, disa paraburgosur apo dënuar shprehen pro jush. Zoti Berisha, jeni hero. Keni një mesazh për to me që jemi edhe në fushat? Tani një minutë. Ju lutem. Jo të njëjtën ambient është edhe Ilir Meta. Mesazhi im është kjo. Mesazhi im është ky. Shqipëria është një olla e zezë e turpit në Europë dhe nga më të zezat në botë. Sepse Shqipëria mban në burgje
67% të gjithë popullatës së burgjeve është në paraburgim dhe nuk ka dëshmi më madhore torture se sa kjo. Në këtë vend ka pushuar së funksionori prezumimi pa fajsis një parim shekullor i drejtësisë. Ndaj dhe i garantoj se ato ditë burgu që bëjnë pa merit do të shpërblehen me rrogat e qeveritarëve që i kanë mbajtur. Është një krim dhe duhet ta dinë mirë se unë në Këshillin e Europës në udhëtimin tim kam bërë një takim shumë të frutshëm me Komitetin Antitorturë, në të cilin kanë qenë 2 çështje kryesore. Ka qenë tortura publike që ata i bën ish presidentit, ish kryeministit dhe ish kryetarit parlamentit Ilir Meta dhe tortura që u bëjnë 67% të burgosëve që janë në gjendje para burgimi, 1/3 cilëve janë pa asnjë akuzë, 500 prej tyre janë të smur, pra është një gjendje katastrofale për të cilën këta meritojnë dhe unë kam besim të madh. Komiteti Antitorturës Këshillit të Europës është një institucion jashtëzakonisht serioz dhe kam besim që ky komitet do të bëj avokatin e të gjithë atyre që u shkelmohen të drejtat në burgjet shqiptare. Zoti Berisha, para burgosurit kanë të drejtë vote. Mendoni se do merrin dhe votin e tyre 11 maj? Se për këtë do votojnë e din ata vetë. Ne nuk kundërhyjm kujt në vot, por ne themi që të votosh për xhelatin tënd është problem. Do doja, nuk e di nëse më dëgjon, një koment fundit ndërkohë që shohim këto pamje që shoqërojnë zotin Berisha. Një koment nga Klajdi, lutem. Më dëgjon Flavio? Po, të dëgjoj mirë. Atëherë Flavio, zoti Berisha ka përfunduar fjalën e tij jashtë ambienteve të prokurisë së posaçme, tashmë po largohet për të nisur, siç e tha dhe vetë, turin e tij të takimeve elektorale. Zoti Berisha ditën e sotme ka vijuar me denoncimet e tij në lidhje me aferat të cilat sipas tij nuk janë hetuar nga prokuria posaçme, duke rënditur disa prej tyre dhe duke bërë analogji me çështjen e tij. Zoti Berisha tha se ndaj tij nuk ka asnjë provë, ndërkohë që abuzimet e qeverisë Rama dhe të ministrave por dhe zyrtarëve të tij shkojnë rreth 600 milion euro. Afera të cilat sipas zotit Berisha nuk janë hetuar nga prokuria e posaçme, por vijojnë të mbahen në sirtar, duke lënë që një pjesë e ministrave dhe zyrtarëve të Partisë Socialiste të jenë aktualisht në fushat. Ai përmendi rastin e zotit Taulan Balla, ministres Belinda Balluko, por dhe raste të tjera. Gjithashtu, zoti Berisha tregoi para mediave dhe mesazhin që kishte lënë sot në proces verbalin para oficerit të policisë gjyqësore. Ai kishte drejtuar një mesazh drejtuesit të prokurisë së posaçme, zotit Altin Dumani, ku shprehej se mbyllja e çështjes Rama me Gonigal është një aferë dhe një skandal ndërkombëtar, jo thjesht një skandal ndërkombëtar. Sipas tij, me Gonigal dhe Rama akuzohen se Rama ka korruptuar me Gonigal për të goditur opozitën në Shqipëri dhe sipas zotit Berisha, mbyllja e kësaj çështje është një skandal i cili i faturohet kreut të prokurisë së posaçme zotit Altin Dumani. Dakor, Klajdi, të falenderoj, unë do doja të vazhdoja me